Gjatë vitit të kaluar, pjesëtarët e policisë së Tetovës kanë përgatitur gjithsej 444 padi për kundërvajtje, respektivisht për shfrytëzim të celularit gjatë vozitjes. Policia në vizon se në Tetovë gjithsej kundërvajtje ka patur 221, ndërsa 223 në Gostivar. Kur jemi të kundërvajtjet, policia bën të ditur se në Tetovë 211 vozitës kanë marrë gjob për shkak se nuk kanë shfrytëzuar ripin e sigurisë, ndërsa 476 në Gostivar. Këto dukuri ende përsëritën me të madhe në rajonin e Pollogut. Ata vozitës që janë kapur duke folur në celular do të përballen me një dënim prej 40 euro ose shkrim të 25 pikëve negative. Për bashkëllëtarët që në ndonjë mënyrë pengojnë vozicit, parashihet dënim prej 50 euro. Po aq është dënimi për ata që nuk shfrytëzojnë ripin e sigurisë, kurse për vozicit dënimi për këtë kundërvajtje është 40 euro ose 25 pikë negative, njoftojnë nga policia e Tetovës. Për shkak të kësaj, sektori për punë të brendshme në Tetovë apelon deri tek vozicit që të jenë më të kujdesshëm në këtë drejtim dhe mos përdorin celularin gjatë kohës së vozitjes, sepse në këtë formë ata rrezikojnë sigurinë e tyre dhe të pjesëmarrësve të tjerë në komunikacion. 3 aksidente kanë ndodhur në autostradën Shkup-Tetov gjatë weekendit. Aksidenti i parë ka ndodhur në afërsi të Grupçinit, ku është goditur një kafshë në autostradë nga një vozitëse nga Gostivari. Nuk ka të lënduar për vetëm dëm material. Ndërsa aksidenti i dytë është regjistruar afër mbikalimit për në fshatin Debërth, ku sërish është goditur një kafshë që ka qarkulluar në këtë rrugë nga një vozitës nga Kërçova, ndërsa shkaktuar vetëm dëm material. Pikërisht afër këtij mbikalimi ka ndodhur edhe një aksident tjetër për shkak të gropës në këtë autostradë. Sipas policisë së Tetovës, vitin e kaluar në rajonin që mbulon sektori për punë të brendshme në Tetovë, janë regjistruar 118 aksidente për shkak të kushteve të papërshtatshme në rrugë. Pjesa dërmuese e këtyre aksidenteve janë shkaktuar nga kafshët dhe nga rruga e dëmtuar.